Presidenti Amerikan Donald Trump gjatë një fjalimi të mbajtur përpara qindra liderëve ushtarak amerikan në bazën ushtarake të Quanticos, përsëriti pretendimet e tij të njohura për ndikimin personal në zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Ai deklaroi: "Kam zgjidhur kaq shumë luftra që kur jemi këtu gati 9 muaj", duke ju referuar përpjekjeve për të bashkuar në tryezën e bisedimeve presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe atë të Rusisë Vladimir Putin. Trump tha se vetmja mënyrë për ta bërë këtë është përmes forcës, duke nënvizuar se po të ishim të dobët, as nuk do ta merrnin telefonatën time. Gjatë fjalimit Trump theksoi përkushtimin e tij të plot ndaj ushtrisë. "Jam me ju mbështes edhe si president, do t'ju shndroj gjithmonë pranë 100%. Nuk do të më shihni kurrë të lëkundem." Këto deklarata vijnë në kontrast me tonin më të ashpër të sekretarit mbrojtjes Pete Hegseth, i cili disa minuta më herët kishte kërkuar dorëheqjen e çdo ushtaraku që ndihej i zhgënjur nga eliminimi i politikave të diversitetit në Pentagon. Trump përsëriti se pavarësisht sukseseve të tij në ndërmjetësimin e konflikteve ndërkombëtare, nuk pretenderohet me çmimin Nobel për paqe. A do ta marrë çmimin Nobel? Absolutisht jo. Do t'ja japin ndonjë që s'ka bërë asgjë, apo ndonjë që ka shkruar një libër për trurin e Donald Trumpit dhe se si u zgjidhen luftrat dhe ai do të marrë Nobelin, ironizoi ai para oficerëve të lartë. Duke përmendur konfliktet mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, Kambodhës dhe Tajlandës, Indisë dhe Pakistanit, si edhe Serbisë e Kosovës, Trump i renditi si shembull të ndikimit të tij në uljen e tensioneve globale. Megjithatë, disa lider të huaj, përfshirë ata të Indisë, kanë mohuar që presioni amerikan të ketë qenë vendimtar, ndërsa të tjerë si Kambodha e kanë konsideruar ndihmën amerikane të vlefshme. Ndërkohë, konfliktet ndasje mes Rusisë e Ukrainës mbeten ende të paszgjidhur. Trump gjithashtu mbështeti linjën e re të ushtrisë amerikane që përjashton kulturën politike korrekte, duke theksuar se gjithçka do të bazohet në meritokraci. Gjithçka është merit, ju të gjithë jeni këtu për shkak të meritës. Nuk do të zëvendësoheni për arsye politike, sepse dikush është politikisht korrekt dhe ju jo, u shpreh ai. Ne do të marrim njerëzit që bëjnë punën më të mirë, kështu është ndërtuar ky vend. Ne jemi ndërtuar mbi meritën, vijon ai. Duke e përmbyllur, Trump shtoi se fokusi i ri i ushtrisë amerikane do të jetë mbi aftësinë fizike, karakterin dhe forcën. Qëllimi i ushtrisë amerikane nuk është të mbrojë ndjenjat e askujt, është të mbrojë Republikën tonë.